Unë kam qenë prezent në të gjitha. Nuk ka pas deklarim të tillë se nëse nuk merren vota për krimin, synimi ka qenë ai. Synimi ka qenë pikërisht ai se që të merren sa më shumë vota, në mënyrë që të krijohet qeveria pa pas nevojë për bashkëpunime me opozitën. Ajo që vazhdon të jetë vlefshme dhe valide tash është se koalicion, kuptimin stricto sensu të fjalës, me ndonjë parti opozitare, nga këto të mëdha, të fakti nuk do ketë. Nisma, drejtuesi i Nismës, Fatmir Lima, i ka pas deklaruar më njëherë pas zgjedhjes se ai nëse vje punat e mbrojtja e interesit Kosovës dhe ka nevojë për ndihmën e tij dhe të dy deputetëve tjerë të Nismës së tij, atëherë ka gjasa që ai të rreshtohet apo të votojë një qeveri. Nuk di konkretisht a do jetë kështu, por mund të them se indikacionet janë se 61 apo 62 apo 63 dur do ngriten në kuvendin e Kosovës në ditën D, kur do votohet qeveria, dhe normalisht që është momenti për disa ndoshta individualitete në partitë opozitare dhe në ato të mëdha ku ka, për shembull nëse marrim LDK-n, ku ka pak kënaqësi të brendshme sepse ka ndodhur manipulimi i brendshëm dhe jashtë i votave aty. Ky është momenti që njerëzit me vetdije politike dhe ata që ja kanë hallin Kosovës shtet, kontekstin tepër të rrezikshëm gjeopolitik të momentit, është momenti që ata të tregojnë tamam kështu politikan dhe ta kryejnë ndoshta detyrën për cilën janë votuar. Me sa duket zoti Kraki, ka një ndryshim diskursi që mbase vjen nga fati që në asnjë nga diskutimet që është bërë për të patur një koalicion të mundshëm, nuk është arritur një lloj dakordësie e kënaqshme si nga një ranë, si nga ana tjetër, pra nga vetvendosja apo njëri nga kampet politike që mund të ketë qenë në negociata. Mendon se mund të kthehet në bumerang në vetbesimin e qytetarëve fakti që deri më dje është artikuluar që do të kalojnë opozitën nëse nuk me shumicën pasi zoti Kurti ishte i bindur që e kishte shumicën për të drejtuar sërish qeverinë e re, ndërkohë tashmë me sa duket ka një rrjedh tjetër të ngjarjes. Shikoni, fituesi nuk kanë sens garat, nëse fituesi ja zgjat medaljen të dytit. Gara ekziston që të gjendet i pari. Çdo domen tjetër, çdo fushë tjetër. I pari është gjetë në Kosovë. Dhe i pari me dytin kanë distancë stratosferike. Do thotë nuk mundet del i pari me 43% gati, nuk mundet i pari të rri në opozitë, sepse do t'ishte dhunim edhe i vullnetit qytetarëve të Kosovës. Po opozit nuk është vetëm PDK-ja. Opozit janë edhe AK-ja dhe Nisma edhe LDK-ja, dhe nëse ti referosh opozit PDK-s dhe LDK-s me cilën nuk dëshironi të bëni marrëveshje, kjo nuk e shbën faktin që edhe Nisma edhe AK-ja kanë qenë opozit deri ditën e zgjedhjeve. Madje unë mbaj mend diskurse shumë të ashpra edhe të zotit Haradinaj, edhe të zotit Limaj, madje me deklarata të forta që s'do të ketë koalicion. Me sa unë kam dieni, ende qëndron fakti që nuk do të ketë një koalicion të tyre, por do të ketë marrje të deputetëve të cilët kanë ngaruar në siglën e opozitës dhe do të kalojnë vetvendosje.